Zoti në antikitet, para si i Zotit modern, njerëzit e ershëm kishin një raport abije me universin e tyre, veçanërisht me ato dukuri që nuk mund t'i kuptonin në mënyrë të arsyeshme. Për t'i zgjidhur ato mistere, ata krijuan një panteon të madh me perëndi e perëndesha, që të shpjegonin gjithçka që ishte përtej të kuptuarit të tyre. Bubullimin, baticat, tërmetet, vulkanet, shterpërsin, sëmundjet epidemike, madje edhe dashurin. Kështu citon Dan Brown në librin e tij Origjina, nëpërmjet profesorit të simbiologjisë dhe ikonografisë fetare Robert Langdon. Për grekët e lashtë, batica dhe zbatica e oqeanit i atribuoi humorit të ndryshueshëm të Poseidonit. Kalimi istinor në dimër shkaktohej nga brengosja e planetit për rëmbimin e përvitshëm të Persefonit në botën e nënshtruar. Për romantikët, vulkanet besohej se ishin shtëpia e vulkanit, farkëtarit perëndive, që punonte në një fark gjigande poshtë malit, duke bërë që oxhaku i tij të villte flak. Njerëzit e kohërave antike shpikën perënditë e panumurta për të shpjeguar jo vetëm misteret e planetit të tyre, por edhe misteret e trupave të vet. Shterpërsia shpjegohej me marrjen me sy të keq nga perëndesha Junona. Dashuria ishte rezultati të qelluarit në shenjë nga Erosi. Epidemitë shpjegoheshin si ndërshkim i dërguar nga Apolloni. Nëse do duhej të përdornim një term, ai do të ishte perëndia i bosheve. Kjo do thotë se kur njerëzit e lashtë kishin boshllëk në të kuptuarit për botën përreth, ata i mbushnin këto zbrazëti me perëndi. Perëndi të panumurta mbushnin boshllëqe të panumurta. Megjithatë, gjatë shekujve dia shkencore u shtua, ndërsa zbrazëtit në të kuptuarin ton për botën natyrore dal nga dal po zhdukeshin, panteoni i perëndive filloi të tkurej. Kur njerëzit mësuan se baticat shkaktoheshin nga ciklet enore, Poseidoni nuk ishte më i nevojshëm, dhe ne e dëbuam atë si një mit i pamend i një kohe të pandriçuar. Të njëjtin fat patën të gjithë perëndit, duke u shuar njëri pas tjetrit, ndërsa linin pas lidhjen e tyre me ndjenjat tona dhe evoluonin, por mos u gabonin lidhje me to. Ato perëndi nuk u larguan të qetë në një natë të mirë. Është procesi ndërlikuar që një kulturë të braktisë unit e veta. Besimet shpirtërore janë gdhendur thellë në psikikën tonë në një moshë fare të re, nga ata që i duam dhe i besojmë më shumë, prindërit tanë, mësuesit, udhëheqësit fetar. Prandaj, çdo ndryshim fetar ndodh me kalimin e brezave, jo pa shqetësim të madh, madje shpesh me gjakderdhje. Zeusi, perëndia e të gjithë perëndive, më i frikshmi dhe më i nderuari nga të gjithë hynit pagane. Zeusi më shumë se çdo perëndi tjetër ndërshtoi zhdukjen e tij, duke nisur një betejë të dhunshme kundër shuarjes së dritës së tij. Tashmë, Zeusi ishte zvendësuar, njësoj siç kishin bërë perëndit më të ershme. Pasuesit e Zeusit ishin aq këmbëngulës për të mos hequr dorë nga perëndia e tyre, sa besimi nga dhënjentari i krishtërimit nuk pati asnjë alternativë tjetër veç të pranonte fytyrën e Zeusit si fytyrën e perëndisë së tyre të re. Sot ne nuk besojmë në pralla si ato për Zeusin, një djalë që u rit nga një dhi dhe të cilit i u dha fuqia nga krijesa me një sy, të quajtur ciklop. Për ne që kemi epërsinë të menduarit bashkëkohor, këto rrëfime klasifikohen si mitologji, historitë të trilluara që na japin një paraqitje të këndshme të së shkuarës son supersticioze. Gjërat janë ndryshe tani. Ne jemi modernët, jemi popull intelektual i zhvilluar dhe teknologjikisht i aftë. Ne nuk i besojmë farkëtarëve gjigant që punojnë poshtë vulkaneve ose në perëndi që komandojnë zbaticat dhe stinët. Nuk jemi as pak si stërgjysh shritan të lashtë. Apo jemi? Ne e konsiderojmë veten individ modern dhe të arsyeshëm, e megjithatë feja me prapur e species son përfshin një mori të tërë tregimesh magjike, njerëz që ngrihen nga të vdekurit në mënyrë të pashpjegueshme, lindje të panatyrshme nga virgjëresha, perëndi akmarse që sjellin epidemi dhe përmbytje, skëtera përvoluese. Nëse përfityrojmë për një çast reagimin e historianëve dhe të antropologëve të ardhshëm të njerëzimit me avantazhin e perspektivës, a do t'i shqyrtojnë ata besimet tona fetare
dhe t'i kategorizojnë ato si mitologji e një kohe të pandriquar, a do t'i shikojnë ata perëndit tona si që shikojmë ne Zeusin, a do t'i grumbullojnë shkrimet tona të shenjta dhe t'i degdisin në atë rafë të librash të plurosur të historisë. Historia e besimit është një cikël i pafund, një transformim i pandalshëm, dhe pyetja e madhe mbetet: a jemi vërtet ndryshe nga paraardhësit tanë, apo po jetojmë vetëm një kapitull të ri të së njëjtës histori? Faleminderit që ishin me ne në këtë udhëtim intelektual. Kujtoni, udhëtimi për të kuptuar jetën nuk ka fund, dhe çdo ditë është një mundësi për të mësuar dhe për të rritur. Shihemi së shpejti në një video tjetër.